Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë edhe një herë para prajmit për të komentuar marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Brikena dhe Mateo nuk flasin me njëri tjetrin, e shoh Mateon shumë të lënduar, por e shoh dhe Brikenën shumë të menduar. Gjatë kohës që po qëndronte Mateo në verandë dhe po mundohej që ta kupton arsyen pse ndodhin këto gjëra, pse Brikena i ka këto luhatjet, ndoshta Mateo edhe dyshon në fakt që presonte që Brikena mund ta don atë. Shëndriti i tha shumë bukur që të paktën tha ti tha e din se çfarë do. Ndërsa Brikena nuk e di se çfarë do. Do thënë Brikena qëndron me kokëforci, qëndron me luhatje, qëndron me emocione të rënda, herë mirë e herë keq. Ato të dy janë shumë të idhëruar. Mateo shumë i lënduar sepse edhe vetë ndjen që po del shumë keq te publiku. Por Shëndriti ja tha këtë gjën që unë e kam analizuar gjithmonë. Brikena nuk e ka shkathësin që të kupton mesazhin e tjatit, të kupton edhe mesazhin e tjëmës. Është shumë e rëndë nga pjesa e të menduarit, domethënë. Ka një mendje shumë të thellë dhe shumë të rëndë. Tani ajo akoma jeton me atë mendimin që daja i ka dalë Mateos ja ka zënë rrugën dhe pa le ç'a bëhet atje jashtë. Unë mendoj që produksioni duhet t'i organizon nëse dëshiron që t'i shikon bashk, duhet t'i organizon një surprizë Brikenës nga një familjar që më t'ja jep informacionin troç që Brikena je shumë mirë, vazhdo me Mateon si jeni shumë të bukur bashk. Ndërsa Mateo, do të thënë po del si një përndjekës, si një djalë që po dëshiron ta kapën me zorë këtë Brikenën, a realisht nuk është ajo gjëja. Mateo sonte më është i bindur që Brikena ka një pikpyetje në veten e saj në raportin me atë. Ai ju betua dhe mbrëm që nuk do t'i afroheshte dhe nuk do ta prekte fare. Nuk e di se sa do ta mban këtë premtimin e dhënë, por e shoh Mateon më tepër të thyer dhe të lënduar. Unë e kam thënë edhe më herët, do vije një moment që Mateo do lodhet. Kemi parë shumë dashuri të këtilla, kemi parë shumë vajza egoiste. Në momentin që i kanë patur, i kanë lutur, nuk i kanë vlerësuar, por nga momenti që ka përfunduar lidhja, ato kanë filluar që t'i vlerësojnë, por nuk i kanë pas. Edhe te Brikena këtë gjë shoh. Por në fakt Mateo e shoh më të thyer shpirtërisht, ndërsa Brikenën e shoh pak më në energji, më të buzëqeshur, më pozitive. Sonte, në përgjigje që Brikena do t'jep, do të vendosë gjithçka. Tani nëse Mateo e dëgjon pak Shëndritin, Mateo do merr një vendim të dur për jetën e tij. A nëse nuk e dëgjon Shëndritin, atëherë Mateo do të thonë do të jetë non-stop në këtë formën që është si përndjekës, është një djalë që ja thyen zemrën Brikenës, edhe pse për mendimin tim, Brikena nuk e ka të qartë akoma në veten e saj se a do vazhdon me Mateon, a nuk do vazhdon. Mendoj që Brikena akoma brenda vetes nuk e ka krijuar dashurinë për Mateon. Të themi troç, e pëlqen por nuk e don. Domethënë ka një lloj simpatie, por jo një dashuri të vërtetë siç e ka Mateo ndaj saj.